Ish fituesja e Big Brother VIP Albania, Egla Ceno, ka ndarë me ndjekësit e saj një reflektim mbi rikthimin në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, këtë herë si një mysafir. Nelin, në një postim në rrjetet sociale, ajo përshkroi emocionet që përjetoi gjatë vizitës, duke theksuar energjinë e fortë që ndjeu nga banorët. Nelin, aktoreja tregoi gjithashtu për një moment të veçantë gjatë vizitës së saj. Ndjeva super energji nga një përqafim që shpresoj mos të ketë kushtuar 10.000 euro, duke ironizuar në lidhje me rregullat e dënimeve brenda shtëpisë. Jo përmendi edhe mungesën emocionale të disa banorëve, pavarësisht se fizikisht ishin të pranishëm, si dhe një banore që e ngatëroi për rivale për shkak të reagimeve të saj. Nelin, një tjetër detaj që bëri buj ishte përmendja e puthjes me Laertin, një nga konkurrentët e BBV. Nelin, Egla sqaron se nuk do ta kishte bërë një gjë të tillë nëse do të kishte pasur mundësi keq kuptimi. Laerti është koleg, publiku është super inteligjent dhe e ka kuptuar, prandaj nuk ka nevojë për sqarime, u shpreh ajo, duke përmbyllur mesazhin e saj. Egla deklaroi se tashmë ka në mendje 3 finalistët dhe madje ka zgjedhur edhe fituesin e këtij edicioni, duke nënvizuar se ai është një mashkull. Nelin, ky koment ka ngjallur kurreshtjen e ndjekësve, të cilët tashmë janë të etur për të zbuluar nëse parashikimi i saj do të